Miq, në fund të kësaj jave do zhvillojmë një bisedë me avokatin, mikun e emisionit ton, Zaçe Islami, për zhvillimet politike dhe jo vetëm që kanë ndodhur këtë javë në Shqipëri, por edhe në gjeopolitik, që na prekin ne pak apo shumë deri tani tek çmimet e shëndjerë, pasi raketa fatmirësisht nuk kanë kaluar mbi Tiranë. Avokat, të përshëndes dhe falenderoj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Ta nisim nga Belinda Balluku, apo ajo nuk ishte surprizë dhe ju mendoni që ndoshta surpriza më e madhe ishte vizita e ambasadores amerikane në Greqi që erdhi në Tiranë? Jo, una e zonjës Balluku nuk ishte surprizë, sepse ishte fenomen i njohur dhe i ditur dhe i pritur që do bëhej ashtu. Që do të thotë, u zyrtarizua dhe de jure, se ishte de facto, po u bë dhe de jure tani korrupsioni në Shqipëri. Pra, u zyrtarizua korrupsioni që nuk mund të ndiqet penalisht, që nuk mund të dënohet, nuk mund të hetohet, sepse ka mbrojtjen e shtetit. Më lejoni t'ju kundërshtoj, avokat, ndoshta për të bërë më shumë pak opozitë edhe për të mirën e bisedës, por korrupsioni nuk e bën një individ. Thash, u zyrtarizua korrupsioni, thash. Po jo se e bën një individ, sepse ajo vetëm si të hishe, si mos i hishe, ajo është një. Tani po të flasim tërësi ndoshta për precedentin e shumë e rrezikshme. Atëre ta sqarojmë me hollësi. Kur them u zyrtarizua korrupsioni, do të thotë, dua të them dhe dua të bëj të qartë të ditur opinionit publik që mbrojtja, këmbgulja e atyre që quhen deputet që kanë shtetin në dorë tani, për të mos vajtur ajo para drejtësisë, është zyrtarizim me ligj i korrupsionit në Shqipëri. Votoi parlamenti zotëri që ajo të mos jap llogari. Ky është zyrtarizimi i korrupsionit. Kjo është që deri dje bëhej fshehura, që bëhej në dhe, bëhej në Rrogos, tani bëhet zyrtarisht me vendim parlamenti. Avokat, ajo është në hetim, nuk e di ka 1-2 akuza që po hetohet, një dosje e çuar për mos gaboj për gjykim, pra procesi vazhdon ndaj asaj. Se u pengua, pra asnjë gjë nuk vazhdon ndaj asaj. Asnjë gjë nuk vazhdon ndaj asaj, zotëri. Në këtë rast, ose do ta çonin burg ose do ta çonin në arrest shtëpie, por jo se do ndryshonte në gjë për hetime, sa ajo s'është me as ministre. Këtu çështja është që edhe një herë antarët e, domethënë këta ushtarët e kuvendit që quhen deputet nuk kanë më absolutisht asnjë vlerë para opinionit publik shqiptar. Kjo ishte e rëndësishme për mua, që dolën zbuluar ashtu si kundër janë. Të tjerat pasaj janë pa vlerë. Po mira, ata avokat ndoshta kanë marrë një vendim politik. Ky është vendim politik, jo në aspekt juridik, që po e mbrojnë politikisht. Nga kush? Po nga një masë që ata e cilësojnë jo të arsyeshme, që është shkelje paradis në tendera. Jo, ato janë fjalë për që gënjejnë të paaftët, që gënjejnë të paditurit, që gënjejnë në opinionin publik. Jo mua ty nuk na gënjejnë dot. Zotëri e kërkon një institucion i drejtësisë. Derisa institucioni i drejtësisë kërkon që ajo të arrestohet, kuvendi s'ka pse ta mbrojë atë. Po mirë, drejtësia tani avokat të shkojmë me një dosje tjetër, se socialistët thonë që nuk ka akuzë për korrupsion, që ne t'i hiqnim imunitetin. Tani e sfiduan drejtësinë, le të shkojë drejtësia tani, të çojë akuzën nëse ka për korrupsion atje. Nuk e di, nuk jam pjesë e akuzës. Jo, them që vazhdon ping-pongu, se kjo është betejë e tretë. Herën e parë i vun masën pezullimit e çun kushtetuese. E dyta arrestit urrëzua. Tani është e treta e vërteta. Apo jo? Zotëri, unë shkoj çik më gjerë, jo vetëm tek çështja e Ballukut. E vërteta historike është që Ballukut ja vranë gjyshin kjo parti. Ja ekzekutoi gjyshin e saj Beqir Ballukut kjo parti. Dhe po kjo parti kërkon tani që t'i vrasë dhe mbesën të burgosit dhe mbesën e Beqir Ballukut. Zonja Balluku nuk ka abuzuar vetëm. Zonja Balluku nuk ka vjedhur vetëm, nëse ka vjedhur natyrisht. Këtu problemi është që të shpëtoi Edi Rama, se jo zonja Balluku, se ajo po vajtit, po ju vun hekurat në duar, ajo do të tregoj gjithçka që ka bërë me Edi Rama, gjithçka pa përjashtim. Pra nuk është fjala që të shpëtoi Balluku ose të mos na
më dalë ne tani drejtësia mbi kuvendin. Jo. Fjala është që të shpëtoj Edi Rama nga thonjt, nga duart, nga hekurit e drejtësisë. Pra ju thoni që po e përdor Rama. Fiks fare, e ka si ombrell. E ka mburoj. Çik vështirë që të shkoj spaku lart, apo mendoni që fakti që paradhom hyri? Si të doj, ndash të shkojnë, ndash mos shkojnë, ndash ta bëj detyrën, ndash mos e bëj, e din ata që e paguajnë spakun, zotëri. Dhe ata që e paguajnë spakun nuk e paguajnë që t'i bëj elozhe edhe t'i bëj freske Edi Ramës, e paguajnë që të bëj drejtësi. Ata e kanë mendjen Iran duket avokat, po ta gjermanët pse janë ngrit kaq shumë plus ambasada holandeze. Britanikët nuk i kuptuam avokat sepse ambasadat e tjera e ditni vendimin e Ballukut me integrimin, kurse këta britanikët kanë dalë nga Europa. Tani pse kanë kaq interes për situatën këtu? Britanikët nuk kanë ardhur si shteti i Bashkimit Evropian, kanë ardhur si një shtet që është shteti së drejtës dhe që nuk mund ta imagjinojnë, nuk mund ta perceptojnë ligjvënësit britanik një pislëk të tillë, një krim të tillë që mund të bëhet nga ligjvënësit. Po mund ta imagjinojnë. Imuniteti më duket atje shpikur përpara në Britani apo gabohem? Se ju e dini më mirë. Po imunitetin atje deputeti e ka për të mos prekur nga kriminali, jo nga drejtësia, jo të mos shkojë para drejtësisë, para gjykatës, jo zotëris, ka imunitet. Po dhe këtu socialistët kanë dyshime. I vërtetojnë atje në zyrë të prokurorit. Dhe atje edhe t'i jap shpjegime. Dhe këtu se ka dhe gjë tjetër. Dhe këta shokët e partisë spakut dhe shokët e spakut nuk u vënë gjërave emrin që kanë. Unë kam thënë dhe në intervista tjera kur kam komunikuar me juve. Nuk ke pse të merresh me personin që dha tenderin, zotëri. Merru me personin që bëri rrugën dhe sabotoi, me personin që bëri tunelin dhe sabotoi, me personin që ka marrë parat dhe i ka shpërdoruar. Të dalë ai të jap llogari pse u shëm rruga, të dalë ai të jap llogari pse po bie tuneli, të jap ai të jap llogari, të dalë ai të jap llogari dhe të thotë sa lek ka marrë dhe ku kanë çuar. Ndërsa sasia e lekëve që ka marrë kjo zonja, e parave që ka marrë kjo zonja dhe i ka dhënë tenderit, nuk dihet ku kanë shkuar parat e 2 urave që do të bëshin të tuneli llogaras. Pse nuk u bën ku janë parat. Këtë të jap përgjigje ndash ai Edi Rama që i ka ngrënë vet ato para me këtë bashk, ndash kuvendin. Po kuvendi ka ca numëror topi atje që u thonë do bëni kështu dhe vate mbaroi. Arrit deri aty sa ai u thot, po i ka nga PS-ja u thot, në PS do bjerë kiamet, s'ka më PS, Partia Socialiste. Kështu ka thënë. Po, pra, kjo është ajo thënia e famshme e ligjit 14. Letat e mua, shteti jam unë. Dhe praktikisht kështu po ndodh. Shteti ishte Edi Rama. Po tani ai është kryetari i një mazhorance të frikshme avokat, 83 mandate, 084. Ndoshta edhe ka drejt të thotë atë. Ajo është mazhorancë e emëruar, nuk është mazhorancë e zgjedhur. Po, ndërkombëtarët i kanë njohur zgjedhjet, kështu që derisa hyjë me dalë. Jo, akoma si kanë njohur jo, Amerika jo. As Evropa nuk është shprehur për ato zgjedhje që janë apo janë të ndershme dhe të rregullta. Po, raporti OSPE-s janë më të mira se të kaluarat, ka gjëra për të mirë, formula e njohur më të mira se të kaluarat, por jo zgjedhje. Atë formulë kemi 35 vjet që e dëgjojmë neve. Por unë nuk e kam fjalën vetëm për Belindën. Unë kam fjalën për të gjitha strukturat e shtetit në qendër dhe në bazë që janë tërësisht korruptuara dhe po shpërdorojnë pushtetin, po shpërdorojnë kompetencat që kanë për të grabitur pronat e qytetarëve. Avokat, kjo ndodh. Kemi prekur dhe herë tjera dhe ju keni sjell shembull konkret nga baza në qendër për këtë. Kjo ndodh.
në Rjoll, kjo ndodh në Borç të Sarandës, kjo ndodh në Ujtëftor të Pelen, kjo ndodh gjithandej ku firmat ose oligarkët ose pushtetarët i kanë lënë syrin një prone apo një objekti dhe do vete unë thot se dua unë. Shqip, do vete unë se dua unë. Kjo gjë, kjo logjik, kjo koncept, do t'i çojë shqiptarët, do t'i detyrojë të marrën armët. Se zgjidhje tjetër nuk ka. Dokumentin e pronësisë e ka. Dokumentin e gjitha dokumentat e nevojshme, certifikat pronësie dhe tjera tëre ka. Atëherë ti çdo që hyn aty. Kush hyn me forcën e policit, po policin mund ta përdorësh. Po mirë ata policë që vjen atje në këto raste. Ata shkretet avokat janë kuptimin shkretet, në kuptimin që aty çojnë, aty shkojnë, i binden institucionit, respektojnë institucionin. Unë se kam me policinë e thjeshtë, kam me drejtuesit e policisë shtetit. Avokat, po tani kemi zotin Bishga atje. Zoti Bishga sa erdhi buri rregull. Zbuloi një 500 e ca vjedhje që i bëshin arkës shtetit nga policinë inekzistent. Dhe u kam besim të Bishga. Po ta them, unë e njoh mirë, e njoh aq mirë sa që nuk e njohin kolegët e tij. Unë di ç'a karakteri ka ai dhe ç'a përgjegjësie ka ai për detyrën. Ju njihni atë, kurse unë kam besim të fjala juaj, avokat. Po patjetër të kesh besim të fjala ime dhe unë po të them që zoti Bishga i ka vënë do t'i vërë pikat me i në policinë e shtetit, pra që kosa është. Se e di që nuk do dalën atje, jo. Nuk do dalën se... Atje do dalën o hap konkursi tani, do vinë tjetri. Po pra, nuk do dalën sepse nuk e mban do të dinama Sokol Bishga atje, se Sokol Bishga i thot haq ko bëshurën, nuk shken ligjin unë se do ti. S'nga ta bura Sokol Bishga. Nuk është jesme Sokol Bishga, jo nuk e njini. Sokol Bishga ka plumat në trup akoma, tani që flasim bashk. Nga gangsterët dhe nga banditët. Avokat, të rikthemi tek çështjet tek intrigat politike. Pavarësisht se ato më të ndjeshmet janë hallet dhe problemet që ju sillni realisht ashtu siç janë nga baza, por interes të madh kanë gjallur edhe fakti që si ka mundësi avokat që Mamica e kundërshtoi Skënderbeun e saj. Nuk vajti për votuarat. Si arritëm deri këtu, avokat? E mendoni këtë ditë apo jo? Jo, Mamica e di nga erdhi. E di nga erdhi. Erdhi nga një vajzë lagjeje. Një aktiviste e Partisë Socialiste. Si gjithë tjerë ka nisur nga baza. E cila tek ngjiti shkallët dhe u bë deri te ministri i jashtme. Kryetare kuvendit thuaj. Kryetare kuvendit dhe ministri i jashtme. Në pushtet, numri 2 është ministri i jashtëm në pushtet, në çdo qeveri. Ndërsa u bë dhe kryetare kuvendit. Dhe i hyri vetë janë qesh. Duke menduar që ai gjati tani këtë kishte perëndi, kësaj do t'i jepte të tëra, se si Mamica dhe kushdo tjetër që hyn atë lukuni uqrish dhe hienash, e di që është njëshi ai që vetëm për gjithçka dhe ati në nënshtrojnë të tërë, i binden të tërë. Po kjo nuk e dinte? Nuk e dinte kjo? Kjo është diktatura shtatarake që mbretëron në Shqipëri. Diktaturë shtasësh dhe bishash. Që të gjithë ajo lukunia e uqeve i bindet ujkutar, pa ishë mi forti. Kjo është situata. Prandaj ajo mendoj që Skënderbeu e kishte një qef edhe me mbështesje dobënde. Ajo harroi që në ambasadën tonë në Gjermani ishin punësuar spion sovjetik rus. Harroi këtë gjë. Ata kush i futi atje? Po patjetër i ka futur dirama, ata kanë qenë personat, nuk kam gjë të thënë, por logjika të çon në faktin që duke qenë se dirama është izoluar komplet nga perëndimi ka edhe syt nga rusi. Dhe për pasojë ka futur rusët në ambasadën tonë në Gjermani për të mbajtur lidhjet me Putinin.
Kështu janë gjërat dhe mos I thonë, po unë do t'i them se unë kështu I mendoj dhe të thonë të kundërtën. Prandaj Mamica ka përgjegjësi penale që ka futur rusë në ambasadën tonë në Gjermani. Dhe që thotë shqyqysh të shtoj me kaq. Po, fatin politik të saj si shikoni tani në vazhdim? Mbaroj, në atë politikë, në atë parti mbaroj. Po, nëse e analizojmë avokat dy profile të Ballukut dhe të Spiropalit, ku dallojnë? Një lloj janë ego, mendjemadhësi, mashtrim nga njësi, ego për pushtet. Një lloj janë, identike janë. Hajnë me njëra tjetër kush duket më e bukur. Po tani avokat, ajo shpreha do dalë e vërtet apo jo? Mund të luhet me millin e Gjermanit? Sepse reagimet forta nga ambasada më the thash e prisim nga SBA-ja, ne erdhi nga Gjermania. Po, dëgjon, nëse kemi ndonjë shtet mik dhe popull mik në Europë, kemi vetëm Gjerman dhe Austriak, asnjë tjetër. Po, e keni thënë edhe për austriakët, edhe më parë e keni folur, po. Po, ne praktikisht Austria ishte ajo që ngulikëm që ne të bëshim shtet më vete në 1913. Por Gjermanët nuk të falin për të tilla gjëra. Unë kam parasysh deklaratën e Merkelit që I thanë se s'ke kapitale, s'ka që më duhet, tha më mjafton rroga që më jep shteti, tha. Se I duhet tjerat. Ndërsa këta zotëri, këta nuk I hanë vetë këto para. Me këto para këta ushqejnë Beogradin, marrin para, japin në Beograd dhe marrin nga Beogradi. Japin atin dhe marrin. Pra, e kanë bërë Shqipërinë çiflik. Po te procesi integrimit kjo avokat mendoni se do ndikoj ky votim për Ballukun, sepse po kemi parë një ritëm të shpejt, jo hapën gjithë kapitujt, vazhdojnë raportimet, jemi drejt mbylljes, vitet po ikin drejt 2030-s, ku ishte vendos ai si afat për hyrjen, pra si datë, me shpresë, po tani duket sikur Sa kohë keni ju që dëgjoni fjalën integrim në Europë? Për moshën që keni. Që në 2000 e mbaj mend. Që në 2000 e mban mend ti. Po, atje kur thoshte do përmbytet bota dhe do I bëhe. Që në 91 e mbaj mend unë. Që dolën me parullën të bëhemi si e duam Shqipërinë si Evropa. Dhe ka qatë e sot e kësaj dite evropianë më thonë, keni bërë sa zgjedhje të mira, më të mira se të kaluarat. Me probleme, po më të mira se të kaluarat. Dhe ka qatë e sot e kësaj dite që po tallen me integrimin e Shqipërisë. Nuk ka integrim për Shqipërinë në Evropë, zotëri. Pra duhet se po të integroj, po të bëhet Shqipëria antare e Bashkimit Evropian, Evropa ka një, të mos them pak, po një 60-70 miliard dollar ja ka borxh Shqipërisë. Pse? Po këta nga dolën. Të qekmi të pasur. Jo, janë shfrytzuar shqiptarët, është ndarë Shqipëria në 5 pjesë. Ka probleme të mëdha me Shqipërinë. Se I parasysh një gjë. Do futet Shqipëria në Evropë? Do futet. Po Kosova? Se është gjysmë e Shqipërisë. Prandaj u them që nuk bëhet ajo punë. Pa bashkuar Shqipëria me Kosovën, nuk hyet Shqipëria në Kosovë, në Evropë. Dhe përfundimisht edhe praktikisht Evropa po shpërbëhet për vetet vet. Po tani me që po shpërbëhet Europa tani si duhet themi ne, do ta bëjmë Shqipërinë si Azia, të kthehemi andej? Se përpara ishte si gjithë Europa. Shqipëria duhet bëhet pjesë e Amerikës. Po si? Të bëhemi shteti 51. Po. Vetëm ashtu mund të mbrojemi, mund të ruhemi. Të ruhet tërësia toksore dhe territoriale dhe ekzistenciale e Shqipërisë. Ndryshe, zotëri, të hëngri Greku dhe Serbi. Të futesh ti në Bashkimin Evropian bashkë me Grekun, po Greku të merr gjithë në territorit tyja. Tani ata I koncesion e duan për negociata nëse pranohemi, se për NATO-n I bëm ca koncesione. Jo, s'kemi për koncesione, janë shitur kryeministrat tanë të Greku dhe të Serbi. Janë shitur, janë të blerë nga Greku. Që nga Berisha, Rama, Meta e të tërë Meral janë të blerë nga Greku. Mos e harroni shitjen e detit tradhtin që ishte bërë në 2009 detit pjesë detare shqiptare. Avokat, rrit tani se ata e kemi ministër të jashtëm që ishte pjesë e grupit negociator, apo jo? Këmre. Po ka qenë ai ky Ferit Hoxha, ka qenë pjesë e grupit negociator atëre.
Mos thashëm që është burmimi nga tjerët, pjesë së tërë është dhe ai. Po, do më thënë ju thoni që janë gjithë një lloj. Shiko, detin Greku t'ia dha Shqipëria. Greku marrëveshjen e detit të 2009 të nënshkruar nga Lulush, Siekaj dhe Dora Bakojani është miratuar nga parlamenti grek. Është miratuar. Dhe për ata është në fuqi. Po, Rama e çon kushtetuese, kushtetuesi e rrëzoi, u mbaroi ajo punë, tani presim shkojnë në Hag. Jo, s'ka mbaruar. Pse do shkojnë në Hag? Po kështu janë dakord ata, do ta çojmë atje ta ndajnë thon. Jo, ajo është kërkesa e atyre që të shkojnë në Hag, jo jona. Jona jo. Ata në Hag dhe të shkojnë, të denoncojnë, të thonë e duam neve se kemi bërë marrëveshje tjera. Duket se edhe turqët e duan si precedent këtë për ndar ata pazaret e veta, punët e veta andej. Po është turku që i thot Grekut stop aty se jam unë këtu. Se ndryshe do kisha me kohë Greku aty. A ju thoni që do kisha në shkumbin? Patjetër, ka bërë çeçua biçak me Grekun. Turku i thot stop. Avokat, ju mire keni atë që të bëjmë shteti 51, po ata se kanë mendjen fare këtej. Tani na erdhi ajo ambasadorja. Mos e mbyllin fare këtë ambasadën këtu, avokate, na lënë në hijen e ambasadës amerikane në Greqi, na thin. Themi pa ambasador këtu. Pak rëndësi ka, por nuk mund të bjen ambasador. S'bie ambasador Amerika këtu me këta charlatan, more. Jeni mirë apo se kuptoj juve. Fakti që nuk ka ambasador amerikan në Tiranë tregon që nuk e njohin këtë qeveri. Nuk e njohin, morion. Nuk e njohin. Pas në Kosovë, jo, Maqedoni, jo, Malzi, jo, pra gjithë Ballkani sigur ka mbetur kështu në hije nga. Janë më shumë ajo që i tha Trumpi Vjosa Osmanit, po patë gjë me merr telefon edhe ta zgjidhin në mënyrë direkte. Po, fix. Kaq. Po kjo pse erdhi? Tani të thonë që do bëhet një linjë transmetimi gazit të lëngët ku diun nga Bullgaria, nga këto thonë zyrtarisht. Se cila është e vërteta e ardhjes së saj dhe pse erdhi natën e iku natën, pa dhe në asnjë intervistë, asnjë konferencë për shtyp, asnjë sqarim, asnjë gjë. Këte nga PD thonë që erdhi për t'i kërkuar llogari Ramës, se ka bllokuar një 2 projekte rajonale. Nuk e di. Zyrtarisht nuk është thënë gjë, nëse keni ju në gjë zyrtare, ma thoni. Nga PD-ja, Gazbardi tham brenda. Ama nga PD-ja është, po është nga PD-ja, lesë është tamam. Cila PD, ku ke më PD? Ke partinë e punës së pushtetit zotëri. Hapni syt, mu hapni veshët. Është partia e punës me të tërë elementet, me të tërë subjektet e saj në pushtet. Me atë politik, me ata njerëz, me atë vijë, me atë shtypje, me atë diktaturë, me atë grabitje, janë komunistët të pushtetit. Kaq, kush nuk e ka kuptuar këtë nuk jeton në Shqipëri. Avokat, po fakti që ajo një personazh që interpretohet për lidhje direkte dhe të forta me vetë presidentin Trump dhe familjen. Tani vjen takon kryeministrin, sido që të jetë edhe një linjë më shumë, edhe një kanal më shumë për Ramën. Jo. Një interpretim është. Se ai, domethënë konsiderohet si grua e fortë. Domethënë, Rama mund të dërgojë 20 emisar këtu, ambasadore, diplomatë më të thash. Por ambasador amerikan në Tiranë nuk dërgon. Se nuk e njeh qeverinë. Domethënë do na lërë në hijen e Athinës. Jo, unë mendoj që ajo ka ardhur të jap urdhra Edi Ramës të zbatoj ato që duhet të zbatoj. Unë kështu e shikoj. Kjo është e gabuar. Pra, ndoshta është bërë pengesë diku dhe ka ardhur për të sjellë një mesazh. Po gjithandej është bërë pengesë ai se ky e sjell Beogradin në mes Tiranës. Ky e ka mbushur Bregdetin shqiptar me rus. E ka mbushur me rus që kanë blerë prona në Shqipëri. Amerika nuk është në gjumë, që të mos e shikoj se çfarë po bën ky. Dhe unë mendoj që ajo për këtë ka ardhur. Po lej për influencën ruse. As bëhet fjalë fare.
As bëhet fjalë fare. Se ky mbështetje praktikisht rusët ka sot. Asnjë tjetër. Pavarësisht se nuk deklarohet publikisht, por ky mbështetës ka Putini. Kemi parë në gjë direkte. Se ca akuzojnë për kinezët, ca për rusët, po. Jo të tëra bëhen direkte. Avokat, ju bën përshtypje që kjo ambasadorja erdhi në Tiranë më njëherë sapo anullua tenderi për portin e Durrësit, ndërkohë që edhe sipas mediave, ndërkohë që ishte vetë Dhoma Amerikane e Tregtisë që tha, anullojeni atë, bëjmë një port më të madh se kështu, sikur e keni plan, Selaniku dhe Pireu në Greqi do vazhdojnë të mbretërojnë edhe për 100 vjet. Kështu që mos e shkatroni portin e Durrësit. Pikërisht për atë ka ardhur ajo, sepse këtë tenderin që bën këta, more, po nuk gjën fjalë që të thuash këtyre bastardëve, more, po. Atë tender e bën për të shërbyer Greqisë dhe personi që bëri tenderin dhe që ishte drejtori i portit Durrësit, është grek, me shtetësi greke, me kombësi dhe shtetësi greke. Pa diskutim që do bënte do bën një të ashtu quajtur port për të vendosur ca varka peshkimi aty, edhe ca kamardale, edhe ca gomone, atë do bënte. Jo zotëri, porti do bëhet ashtu siç duhet bërë. Dhe porti nuk bëhet tot për tot. Sipas amerikanëve do ndryshoj hartën rajonale të gjithë Ballkanit me korridorin e 8. Patjetër, është hyrja më e shkëlqyer për në Ballkan. Edhe për në Evropë. Është më e shkurtra dhe më e mira dhe më ekonomike. Po këta e sabotojnë, morore, Edi Rama ka marrë detyrë që të shkatërrojë Shqipërinë, more. Do ta kuptojnë ndonjëherë shqiptarët apo jo. Ai tha që porti nuk e ndalojnë, tha, nuk e ndalojnë, kam plan A, B, C, C, etj, tha, kam planet. Përveç Europës, për gjithçka tjetër kam plane. E di tha Rama tha, e di që duan ta sabotojnë, tha, po mua nuk më ndalin. Po ja para pse miratoi atë tenderin me që nga kështu si thot ai. Ai të tjera bën e tjera thotur zotëri. Ore ua kam thënë një tjetër, po tham Edi Rama do shkoj nga e djathta, ta di që ka ikur nga e majta. Po tha që do vetë e majta, sa di që është kryer brap që ka vatur ende nga erdhi. Nuk thot kur të vërtetën Edi Rama. Në asnjë rast. Edi Rama s'ka as burrëri, s'ka as qëndrueshmëri, s'ka as besnikëri, as dashuri, s'ka që leq dashuri jo të qytetar, është me gjak që fut, po nëse. Po flisni për kryeministrin më të fortë me 4 mandate, avokat. Jo, ai nuk është i fortë në 4 mandate. Atë në 4 mandate e mbajtën ata arbitrat e Shqipërisë. Jo po. Avokat, ka ndezur motorët në bazë PS-ja. Zgjedhje nga kryetari i fshatit, e organizatës, normalisht gjithë tjerët përveç kryeministrit, sepse ai fitoi zgjedhjet, s'ka pse një zgjedhje, sipas atyre. Po çfarë po përgatiten për zgjedhje të reja këta avokat apo për zgjedhje lokale një vit para? Këto janë lodrat e Edi Ramës që të konsolidojnë pushtetin në bazë me njerëz të tij. Do bëjnë ndarje, duan të bëjnë ndarje administrative prap, është ndarje, rindarje, stërndarje nga 100 herë harta administrative e Shqipërisë në interes të partive në pushtet. Ku kanë bazat e tyre? Tokën po e ndajnë, po njerëz nuk ka, po ikin njerëzit. Që dhe ligjin, po kanë bërë ligjin të tillë këta bashkë. Komunistët e Shqipërisë kanë bërë ligjin të tillë që voton të je si atje, që do mbaj pushtetin. Do vërë atë një satrap, si që ka pasur dikur perandoria perse, ata satrapët që atere ka marrë emrin satrap. Në çdo fshat edhe kaq. O zotëri, nëse ky popull do ngrihet në kryengritje të rrëzojë këtë pushtet, nuk ka gjë interesi. Le që bëhen thirrje, dilni, u thuhet shqiptarëve, dilni që ti dilni zot vendit. Dilni edhe protestoni me qiri. Këta janë, unë se kuptoj këtë thirrje. Nuk e kuptoj, çfarë baze ka që thonë shqiptarëve grivni, ata që janë këtu janë në punë. Kush do dalë të vras vetë të pushohet nga puna? Qa baze ka, kështu garancie ka që po të dalë nuk pushohet nga puna? S'ka. Policinë ka gati, ka 10-12.000 polic, edhe në rruat e Motreburrit. Pra, shqiptarët duhet ngrihen në kryengritje të armatosur, zotëri të arzojnë. Edhe Berisha ka bërë thirrje që ditën e Sultanovruzit ketë protestë 22 mars.
Lese të vjen, më fal, po do ta them, të ndjes opinioni publik, të vjen për të vjellë kur dëgjon Berisën me këto idiotizme. Po ka 30 herë më që thotë do bëjmë ashtu demonstratë të fuqishme, do bëjmë. Gënjen më tallet me njerëz, tallet me ata që me mbrapa, me ata budallit. Ku ti thotë ai do bëjë një demonstratë fuqishme? Pse s'den poshtë burr? Pse s'den mort? Avokat, kam një pyetje të fundit, e kam jashtë politikës, të si ka mundësi avokat që gjithë to ngjarje politike kanë kaluar në plan 2-3 dhe të fundit ngjarje të familjes shoqërore, kishim pak ditë më parë një grua që si pasojë e dhunës së bashkëshortit i dha fund jetës, po kaloi si në heshtje. Pra, gjithë ato organizata, shoqata, fonde në mbrojtje të drejtave të grave, s'pa njërin që dilte të reagonta, protestonte. Po kush reagoi? Po kush reagoi të protestoi të vdekurit? Jo, ato janë për shoqatat, për organizatat në mbrojtje. Ku janë? Dëgjoj zotëri. Kanë mbetur vetëm letrat e këtyre shoqatave dhe organizatave në mbrojtje, se s'ka më persona, subjekte s'ka më që dalin protestojnë. Kanë ikur tërë. Kanë ikur tërë në bursatisë Shqipëria. Por me që jemi këtu, me që më përmende se është folur shumë në rrjetet sociale për këtë gjë, do shtroj një problem tjetër që është shumë serios. Po dalin në për të gjitha portalet, postohen video dhe folësit nuk janë shqiptarë, nuk flasën shqip. Dhe noi që flet shqip, nuk flet me gramatikë në gjuhë shqipe, po shkatërrohet heshturazi, pa zhurmë, pa bujë, por po shkatërrohet gjuha shqipe në themel. Sepse të rinj edhe të rejat i dëgjojnë dhe mendojnë se kështu është e vërtet, kështu është gjuha shqipe. Po e shkatërrojnë zotëri ju bëjthirje institucioneve që merren me këtë punë, mediave, të korektojnë dhe të shikojnë sepse po shkatërrohet gjuha shqipe me folsa që nuk janë shqiptarë, që nuk di shqip, që i thonë këmbës dorë dhe nuk flet njeri, nuk ndjen njeri. Mua kjo gjë më dhëm shumë, më acaron jashtë mase. Avokat, po shkatërrohet gjuha shqipe. Ju me këtë apel fundi që bët, kjo është mjaft e rëndësishme dhe keni mjaft të drejtë se ne që pretendojmë që kemi zbërthyer gjuhën etruske me shqipen, sot kemi përfunduar këtu që rrezikohet shqipja. Kjo është një konstatim. Sepse janë vërsulur serbët dhe grekët. E kemi bërë sallata. Për ta varrosur gjuhën shqipe, me ndihmën e ca bastardëve që kanë zënë vend në Akademinë e Shkencave edhe që nuk ndihen. Unë po i quaj bastard ata dhe të dalin të më thonë jo. Jo të gjithë, në avokat, jo të gjithë, pa segmentën. Flas për ata që merren me gjuhën shqipe, zotëri. Po flas dhe për ata që merren me histori. Po flas dhe për ata që merren me kulturën dhe me trashëgimin kulturore shqiptare. Po, ju jap të drejtë, avokat. Sepse realiteti është kjo që thoni ju, konstatimi është ky, sidomos me gjuhën një herë, është bërë sallate e madhe, avokat. Po bëhet një luftë e egër e tmerrshme pa zhurmë, pa bujë, nën rrogos, duke shtrembruar fjalët dhe gramatikën e gjuhës shqipe. Është e tmerrshme. Ndiqeni, do të shikoni. Avokat, lutem edhe diçka, mos më ik pa ju pyetur për luftën, mos na vinë mes dhe, avokat. Se dje në Qipro erdhi, tani pa ka mbetur aty, ishte Macroni aty, pa ata blinda topat aty, po ne pak jemi larg Qipros tu. Po erdhi, ç'do të bëjmë? Do luftoj. Në natën që ndonjë push që të luftojmë kundër të huajt. Me push këdhjet që besoj. More ç'të duan. Për dorëzuar nuk dorëzojmë, mund të vdesim, për dorëzojmë. Jo, avokat, më keni thënë tek pjesa e drejtuese e repartit të tankeve, mos gaboj apo topave, nuk e di. Jo, unë kam qenë instruktor telegrafie zotëri dhe jam nga më të mirë në Shqipëri për të mos thënë më i miri telegrafist. Telegrafist. Në punën time kam shkëlqyer gjithmonë. Po prandaj do të pyesë njëni dhe sistemin andej dhe këtej, atëherë ka qenë paktën ata bunkerët ishin, se tani nga Europa po i kërkojnë. Ata bunkerët, për hir të së vërtetës, nuk janë për të mbrojtur nga armët që janë sot. Ata që janë për të mbrojtur nga armët e këmbësorisë. Dhe nga ndonjë predh artillerie.
por raketave ata nuk u rezistojnë dot, i kthejnë përmbys. Edhe këta tunelet nëntoksor anti-atomik që kemi. Tunelet ne nuk i gjejmë dot, populli thjesht nuk ka për t'i gjetur dot kurrë, sepse e pa e punës nuk i di, e dyta nuk janë stërvitur dhe nuk janë dërguar që të shikojnë kudo në rast bombardimi, kudo strehojnë, kudo shkojnë, kudo bëjnë. Bodrumet e pallateve janë bërë të tërë, hajde shikonin shallvare, bodrumet janë bërë të tërë dyqane, që kanë qenë për strehim dikur. Pra të i ka bërë konstruktori sovjetik në 53-shin që kati në tokë të jetë për strehim. Shiko, i nderuar gazetar, ne jemi në ditë halli, vetëm kërkojmë mbrojtje nga Zoti, se nga shteti edhe nga strukturat e shtetit s'kemi asnjë shpresë. Avokat, do ta mbyllim me diçka, të lutem thuaj, në Tiranë, në gjykimin tuaj, gati 1 milion e ca popullsia, sa prej këtyre në rast lufte din ta përdorin ose ta mbajnë armën? Nuk flas për kontingjentin me precedent të krimit nga ata kështu, po këta tjerët. Një 5%. 5%. Do me thënë duar darë. Edhe ai 5% që janë moshatarët e mi, se brezi i ri nuk e di që është arma. Brezi i ri nuk e di që është pushka. Brezi i ri nuk e di që është kitja. Brezi i ri nuk e di që është strehimi, si të mbrohesh nga kundërsari për ballë, nga zotëri, prandaj them që ne jemi të tradhtuar, ne jemi të dënuar nga një klasë politike antikombëtare, antishqiptare, avokat, sepse Kroacia me tjerët edhe Serbia kanë rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak, prandaj. Po, në Shqipëri jo. Se në Shqipëri ushtarët djemtë e Shqipërisë janë mbi 9.000, kështu 900 e 1.000 tha djem shqiptar që shërbejnë në ushtrin greke. Po mirë, ata ndoshta në fund fare do zgjedhin atë dheun, po. Kur jo. Në Greku i ka vënë në skalionin e parë, ata në një rast lufte me Turqinë ka vënë në vijën e parë të frontit. Janë të tërë të vrarë ata, të eliminuar, ka mbaruar e punë. Pra ne vetëm çadrën, avokat, mund ta mbajmë. Jemi mësuar që por ashit mbajmë çadrën, po armë jo. Ta ka hequr armën. Ta ka hequr armën sepse është rrezik për kokën e tij arma jote tashmë më, se është kundër teje. Pushteti. Edhe pse praktikisht populli që janë matosur. Dhe këta harrojnë, kujtojnë se janë mbledhur armët, jo zotëri jo. Prandaj u them gjithnjë dhe këtyre zotërinjve që vjen e grabisin pronat e qytetarëve shqiptarë. Largohuni si qytetarin që janë matosur nuk ta fal pronën. Ik, veçanërisht kur e ka të trashëguar nga gjysh për gjyshi, të kthyer edhe të njohur nga Komisioni i Krimit pronave me dokumentat që prona është sekuestruar në 45-46 dhe me certifikat pronësie që ja ka edhe në pot ti dhe me të tëra dhe që thua do ta marrun se më duhet mua për nevojat mia, kush je ti më zotëri. Prandaj them që Zoti t'i ruaj. Pa e mbyllim me këtë shprehje, avokat, këtë bisedë që ndryshe nga të tjerat folëm më gjerë dhe më gjatë, ndoshta edhe për probleme që kemi në jetën e përditshme, që mund na duken shumë larg, por mund të vinë momenti që mund përballemi me to shumë shpejt. Të falenderoj shumë. I kemi të derat, edhe unë të falenderoj.